Njohësi marrëdhënieve natyrisht në vendin tonë është në këtë moment përballë me gazetarin natyrisht të Departamentit të Informacionit, me burimin, do të na flas me atë çfarë ndodhi dje në vizita që në fakt kemi pasur dje në vendin tonë dhe jo vetëm. Më thonë Regja që është gati dhe japim fjalën kolegut tonë në këtë moment e burimit. Maksi, jem drejt për ta komentuar vizitën e cila është vlerësuar e një rëndësie të madhe për vendin tonë. Flasim për sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, i cili dje zhvilloi vizitën e parë në Kosovë që nga marrja e postit e tij pra si shef i NATO-s ajo takua me presidentin Vjosa Osmani, me kryeministrin Albin Kurti, me misionin paqëruajtës KFOR-in dhe EULEX-in. Kjo vizitë u vlerësua e rëndësishme pikërisht për faktin që ai dha mesazh të qartë se prania e tij në Kosovë dëshmon se ofron siguri të plotë për Kosovën. Për ta komentuar këtë vizitë dhe mesazhet e zotit Rutte, kemi në lidhje të drejtë për drejtë njohësin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Lutfi Bilali. Mirë se erdhe në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit, kënaqësi. Po ndalemi pikërisht tek kërkesa e zotit Rutte, ajo që tha se Kosova dhe Serbia duhet të bëjnë kompromise të duhura. Për çfarë kompromise mund të bëhet fjalë? Po në vorbullin e gjitha këtyre problematikave, dhe më të them në një geostrategji politike, geopolitik jashtëzakonisht me një tempo dhe ritëm që po ndryshon botën, mendoj që edhe fjala ose deklaratat e tilla të Ruttes, sekretarit përgjithshëm të NATO-s, dhe kërkesa e tij që në dialogimin dhe në, mund të them, ata hapa që do të vinë së shpejti, mendon që një kompromis ose mund të them drejtën një evolim rreth këtyre bisedimeve dhe të vënohet ato konturat, mund të them, që i paraprin një finale, një përfundimi. Në këtë drejtim mendoj që edhe mesazhi i tij ka qenë që më tepër politik, sepse ajo është kuptohet edhe si sekretari i përgjithshëm, do thotë është i asaj çka i takon si aspektit edhe politik dhe jo vetëm ushtarak, nga se niveli i tillë do thotë mund të them si një sekretari i përgjithshëm i organizatës më të fortë, më të fuqishme sot në botë, e cila thon drejtën i ka edhe problematikat e veta në gjitha këto kontura të ndryshimeve, sidomos në atë çka është duke ndodhur sot rreth konflikteve dhe luftrave, sidomos ajo në Ukrainë, dhe mendoj që në këtë aspekt deklarimi i tij për një proces dhe një kompromis, siç e quan ai, është kërkesa ndërkombëtarëve që në të ardhmen mund të kërkohet nga të dy palët, dhe mendoj që deklaratat e tilla kanë konotacione që kërkojnë një shtytje për një proces të ardhshëm që me siguri do të jetë në tavolinë, mund të them, në të ardhmen afërt. Mund të jetë në fokus krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe për faktin që bashkësia ndërkombëtare me ngolm po e kërkon këtë? Po bashkësia ndërkombëtare këtë kërkesë mund të them nuk është diçka e re, por kërkon bukur një kohë të gjatë, që nga procesi mund të them i fillimit të këtyre bisedimeve ose mund të them negociatave të qysh në 2013-2015, por me aneksin e orit mendoj që bashkësia ndërkombëtare ka kërkuar, mund të them, jo ndoshta në formën më të drejtë të mundshme, mirë po kërkesa e tyre ka qenë që ata dëshirojnë që me Serbinë në disa aspekte të krijojnë një raport të tillë që në Kosovë, të them drejtën, të krijohet një mundësi e tillë që ta kenë një trup, një organizim të tillë që është asociacioni që më të vërtet do të jetë brenga ardhshme, mund të them, ose në farë mënyrë edhe kanceri i Kosovës, por mendoj që ndërkombëtarët në këtë drejtim duket se tani kanë hyrë në atë fazën finale që kërkojnë që ky proces i tillë dhe dërgimi i statutit në draft statutit, në kushtetuese, duhet të jetë ajo që qeveria, kushdo që jetë një qeveri e ardhshme nesër në Kosovë, duhet këtë proces ta shtyj përpara, dhe mendoj që presioni do të jetë bukur i madh në këtë drejtim, dhe mendoj që nuk jemi në situatën as më të mirë të mundshme, dhe për këtë arsye besoj që vetë NATO dhe institucionet evropiane sot kanë kokëdhëmbje për të ardhmen e tyre.
Dhe besoj që në këtë drejtim vizita tij në Bosnjë dhe Kosovë ka qenë një sinjal i mirë që do të jem këtu. Bile mendoj që edhe rreth asaj se çka do të ndodh me të ardhmen e trupave të ndonjë fuqie në këtë rast siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, evropian mendojnë që të qëndrojnë këtu. Qartë, nëse zoti Rutte flet për një bashkëpunim apo koordinim më të thellë me institucionet e Kosovës dhe misionet paçruese në Kosovë, është kjo një kërkesë e radhës apo një sinjal për qeverinë kryesisht që mos të marrë vendimet e njanshme siç ishin ato në veri të vendit, për shkak që edhe NATO kishte kritikuar qeverinë për këto veprime të cilat sipas zyrtarëve të NATO-s mund të sjellin tensione. Duhet domosdoshmërisht një koordinim me bashkësinë ndërkombëtare për këto veprime? Po të them drejtën, është jetike për shtetin tonë, meqense tash kjo fjalori, terminologjia jonë që koordinimi duhet të jetë, është e vërtetë që duhet të kemi bashkërendim, sepse për ndryshe po shihet sot që shtetet e vogla mund të kanosen, jo vetëm shtetet e vogla, por shtetet që janë një fuqi kështu respektable. Dhe mendoj që Kosova nuk ka tjetër mundësi dhe gjitha ato vrejtje nuk them që janë më të mirat mundshme që vinë nga ndërkombëtarët, por të ne është një problematikë që nuhatja dhe maturia në raportet dhe njohurit në marrëdhënien ndërkombëtare dhe njohjen e gjeopolitikës kem deficit. Mendoj këtë edhe në institucionet tona shtetërore, do thotë nuk i paraprim me kohë gjitha atyre se çka mund të servohen dhe mund të kërkohen nga partnerët ndërkombëtar. Dhe mendoj që të gjitha aksionet që kanë qenë të kaluarën, që realisht mund të them kanë qenë me qëllim të mirë, që Kosova realisht të ketë të shtrirë tërë sovranitetin dhe ligjet të funksionojnë në tërë territorin e Kosovës, të Republikës Sërbë. Mendoj që të ndërkombëtarët ka pas një ndjeshmëri që realisht është një vrejtje që për të ardhmen duhet të kemi kujdes që në këtë aspekt të mos kërkojmë, sepse pozicioni dhe momentumi i tillë ku gjendemi sot mund të shkakton pasojë të tilla, të cilat ndërkombëtarët mendoj që nuk e kanë vetëm parasysh çështjen e aspektit politik, por e rëndësishme çështja sigurisë, sepse konturat e tilla të zhvillimeve mund të kenë pasoja për atë çka nënkupton në aspektin gjeostrategjik përgjithësinë e Ballkanit. Dhe mendoj që rreth veprimeve të njëanshme duhet të ketë një përkujdesim më të shtuar të institucioneve tona dhe mendoj që ndërkombëtarët në këtë drejtim kërkojnë të them të drejtën atë që ata mendojnë që është më e mira për momentin, edhe pse ndoshta kritikat e tyre në çdo rast nuk kanë qenë ato që kanë mund të qenë as produktive, jo vetëm për Kosovën, por edhe për stabilitetin përgjithësi në Ballkan. Kemi ende pa u krijuar institucionet e reja, pa një qeveri, pa kuvend për shkak të zvarritjes së numërimit të votave. Po ashtu sekretari i NATO-s kërkoi dje që të krijohen institucionet, po presim se si do të jenë ato, nga kush do të formohet për të ofruar bashkëpunim. Do thotë zvarritja e krijimit të institucioneve mund të shkaktojë telashe edhe në diplomaci, në marrëdhënie me ndërkombëtarët, me NATO-n, me Bashkimin Evropian, me SBA-n. Po mendoj që mund të them krijimi i institucioneve pas zgjedhjeve duhet ta merr një formë dhe duhet të jetë, mund të them, një angazhim të gjitha subjekteve. Dhe mendoj që në këtë drejtim edhe apelet e ndërkombëtarëve janë që të krijohen institucione stabile dhe mund të them ato të cilat japin nikaj edhe zhvillimit të Kosovës, por edhe në raport me problematikat e sotme që ndodhin në arenën ndërkombëtare. Mund të them drejtën, në dy pika janë jashtëzakonisht nuk kalon shihet mirë, dy citatet e tina, që do thotë ai aspekti që e folëm edhe gjatë bisedës, çështja e kompromisit në bisedime, sepse kompromiset me të vërtetë janë të dhimbshme dhe mendoj që në këtë drejtim Kosova mund të them hub nga ajo që njihet substanca përmbrenda. Dhe e dyta është roli dhe misioni i FSK-s. Dhe mendoj që misioni i tillë i quajtur decisivisht mision humanitar, këto dy pika kanë po them një shije që me të vërtetë është problemi të mosqasja jonë, institucioneve tona, dhe mund të them ajo konkursia në raport me institucionet ndërkombëtare. Dhe mendoj që në këtë rast siç është kredibiliteti i një force ushtarake siç është NATO, mirë po edhe organizmat janë ndërkombëtar,
Dhe mendoj që në këtë drejtim ne kemi nevojë që të kërkojmë që shumë shpejt të krijohen institucione dhe të krijohet një qeveri stabile. Të gjitha lojnat dhe kalkulimet që bëhen me numra nuk janë në favor të Kosovës. Dhe mendoj që Kosova hajde mund ta quajmë një modelin gjerman të zgjedhjeve që ta shpeshojmë, për arsye sepse vendi ka nevojë të ketë një nuk ka rëndësia quhet qeveria e unitetit apo qeveria e cila arrin të përfshijë gjitha subjektet për një periudhë të saktuar, dhe mendoj që e rëndësishme sepse ne mund të krijojmë kriza prap pas një viti me zgjedhjen e presidentit dhe gjitha këto kalkulimet e tilla, dhe besoj jo serioziteti të ndërkombëtarët ka herë mund të them që ndoshta është taktizim edhe i tyre, sepse ata në momentet e fundit mund të ndërhyjnë dhe mund të kërkojnë dhe mund të thonë të drejtën, mund të binë idena të ndryshme se kush me kënd mund ta qeverisë Kosovën dhe mund të bashkëpunojnë më mirë. Po ata besoj po mund të jetë opsion dhe besoj që pranojnë kërkesat apo sugjerimet e ndërkombëtarëve. Po ndërkombëtar çdo kon shef na jetojmë në një botë të kaosit, them drejtën. Dhe nuk po flas konturat vetëm lokale, por në përgjithësi do thotë kemi një situatë që po gravon me ngjarje dhe ndodhi për të cilat do thotë kemi propozime, mendime, idena kontradiktore. Dhe nuk është halli vetëm të Ballkanit këtu apo në këtë rastin tonë të Kosova, po për ne kjo është shumë e rëndësishme, sepse ne do të krijojmë atë rezon që institucionet dhe atë çka është më rëndësi për qeverisjen tonë dhe stabilitetin tonë politik dhe institucional, të krijohet një mundësi dhe një rol. Unë për vete mendoj që çdo gjë që thuhet që po luftojmë për shtetin, besoj se këtu po luftojmë për pushtetin, dhe kjo është e rrezikshme, mund të them për stabilitetin tonë, sepse duhet kuptojmë në çfarë periudhe dhe në çfarë momentumi jemi duke jetuar. Dhe mendoj që në këtë drejtim ndërkombëtarët nuk e them që e kanë me hile, por mendoj që në disa momente të saktuara bëjnë teste të ndryshme. Dhe mendoj që tëra vizita e Rutës Barakrute që ka ndodhur në Kosovë hyn në konturat e një vizite që tregon shenjën që vëmendja është e NATO-s në Kosovë, e trupave në këtë rast, mund të them. Dhe mendoj që mandati të cilën e kanë trupat e KFOR-it në Kosovë është më rëndësi për ne në këtë gjeostrategjinë dhe evoluimet e tilla, dhe mendoj që Ruta është një transmetues i asaj që nga vija amerikane nuk mund të largohet, dhe besoj që Kosova duhet të krijojë dy mundësi të mundshme në raport me evropianët dhe me amerikanët, duhet të krijojë një stabilitet dhe një komunikim të qëndrueshëm. Përndryshe, mendoj që të gjitha këto lojnat dhe mund të them kalkulimet e ulta politike që bëhen në Kosovë e dëmtojnë substancën tonë. Këto lojra që siç piquan ti, mund të jenë të qëllimshme kjo zvarritja e krijimit të institucioneve, kalkulimet për një koalicion të qëndrueshëm për shkak se asnjë parti realisht s'ka fituar për ta krijuar vetëm me qeverinë. Mund të zvarritet ky proces qëllimshëm pikërisht për faktin që kërkesat e ndërkombëtarëve mund të jenë të pa pranueshme për ta kompromiset që kërkoi edhe dje zoti Rute, sidomos për çështjen e asociacionit, që asnjëri prej liderëve nuk mund ta marrë këtë peshën që ta kryej këtë formimin e asociacionit. Mund të jetë kjo një arsye e zvarritjes? Është një ndër arsye, po varet më të them drejtën edhe rrethanat politike që ekzistojnë në dy shtetet, në Kosovë dhe në Serbi. Dhe mendoj që konturat dhe gjitha zhvillimet politike në Serbi tregojnë që ka një fragilitet përbrenda. Dhe është më them drejtën gjitha ajo forme protestës në Serbi dhe mund të them ai ta quaj një lloj komoditeti në pritje i Vučićit tregon shumë, sepse mund të jetë një lloj taktizimi, besoj ndërkombëtarët e kanë një frikë Serbi, që mund të vinë figura të cilat janë të një kampi tjetër. Dhe mendoj që në këtë drejtim edhe në Kosovë për të krijuar dhe për të hyrë në atë çka është një lloj finalizimi gjitha këtyre marrëveshjeve dhe krijimi i asaj që quhet një marrëveshje e obligueshme ligjore, ka rëndësi, mund të them status quo nuk është në favorin tonë. Dhe mendoj që ndërkombëtarët të ajo ju që ka kërkoni për krijimin, a është taktizim i brendshëm i subjekteve tona, mendoj që është i pamatur mirë, sepse njeriu në disa momente shef politika e njerëzve që realisht kanë kapacitete dhe mendojnë për shtetformimin dhe ndërtimin e këtij shteti,
në momentet e caktuara ose afrojnë kompromise, ose krijojnë një lloj uniteti, ose tërhiqen. Dhe mendoj që në këtë drejtim ne me thot drejtën nuk e kemi atë fazë të krijuar. Bile unë mendoj që në përshtypjen time ajo thonja e shkryeministes britanike Margaret Thatcher është fenomenale, që ne kemi një problem të tillë kur është pyetur thot për ide pyetni burrat për veprime të shpejta gratë. Dhe mendoj ne fatkeqësisht hajtë mos bëna kështu tepër kritikus, por vujmë ka ky deficit të mendurit të shëndetshëm edhe tek burrat edhe të gratë. Dhe në këtë drejtim Kosovën e kemi një shtëpi të mirë. Orën ditë nuk i kemi mirë të renditura brenda. Ne mendoj që në këtë drejtim edhe partitë politike duhet të largohen nga ajo çka është inati dhe sedra për të arritur, për të marrë një trop pushtet ose për të qenë. Nuk vlen në krahasim me Kosovën as të jesh kryeminist as president, sepse e ardhmja në përgjithësi po them e botës sot shumë e pasigurt. E lërë neve. Për ta rumbullaksuar këtë bisedë, do të thotë si e shihni jo përmbylljen e procesit të dialogut Kosovë-Serbi, nëse Bashkësia Ndërkombëtare kërkon kompromis midis palëve. Çka duhet të bëj kompromis Kosova, çka i lejohet në fakt të bëj kompromis dhe çka duhet të bëj kompromis Serbia kur jemi në këtë pikë, për ta përmbyllur me një marrëveshje finale politike, siç tha dhe Rute, që mund të ketë zgjidhje afatgjate të problemeve. Po me thonë drejtën shumë varet nga zonat e influencës që do të ketë takimi Trump-Putin. Dhe mendoj që ky takim do të jetë një lloj jallë e dytë, dhe nga gjitha ajo çka do të ketë në arenën ndërkombëtare mund të them një ndarje, një rend të ri botëror, mund të ketë pasoja dhe mund të ketë derivon edhe në rastin e Ballkanit dhe rastin e këtyre dy shteteve. Mendoj që çka mund të ndodhë dhe që ndërkombëtarët besoj që tentojnë që ne duhet të kuptojmë, zoti Zariqi, në Ballkan është një dominancë slave e cila fatkeqësisht ne si kom si trung që jemi palca e Ballkanit, historikisht tash por edhe në të ardhmen me fqinjtë e tillë do të kemi talashe. Dhe mendoj që a ka zgjidhje përfundimtare. Mendoj ka qenë një citati tash të ndjerit Ahtisarit kur ka pru propozimin dhe thotë që nuk është marrëveshja dhe ai propozim për mbikëqyrje të pavarësisë, propozimi i parë, dhe një konferencë për shtyp duket tu Prishtina ka thonë Hjartazi që nuk është kjo forma dhe zgjedhja përfundimtare, diçka kështu një citat e ka pas dhënë, sepse mendojnë antarësimi në OKB dhe në institucione tjera që Kosova fatkeqësisht duhet të punojë shumë këtë drejtim. Nënkuptojmë që në graviturën politike të sotshme, raportet dhe ajo që ka nevojitet për Kosovën, qoftë veto kineze apo ruse, është një problematike madhe. Ajo që ka është e rëndësishme, që ka duhet bojnë këtë dy shtete, duhet të krijojnë, të them drejtën, një elitë e tillë e cila ditë pajtojnë. Mendoj që raportet Kosovë-Serbi gjasojnë pak a shumë në raportet gjermano-franceze dhe tash a kemi një Adenauer gjerman dhe një De Gaulle francez, kjo është problematika. Besoj që Serbia në këtë drejtim për të afruar një paqe të qëndrueshme me Kosovën, hapin e parë ka njohjen e realitetit dhe njohjen asaj që realisht njohjen reciproket mes dy shteteve, që do të ishte, mund të them, produktive, jo vetëm për Kosovën dhe Serbinë, po mendoj në përgjithësi me faktorin shqiptar në Ballkan dhe elementin dhe faktorin serb në Ballkan, në pjesën tjetër, që do të thotë do njohen konturat e tilla. A do të kemi për brenda, që është mendoj në forma më e pa favorshme për Kosovën, do thotë konturat e nuk po them unë pushtetit tretë, se ky pushtet i tretë e asociacionit mund të krijohet me propozimin për ose tentativën dhe konkursin tonë për të antarësuar në KB, dhe këtu mund të kemë pasaj prapë koncesione tjera. Dhe tash ky pushtet i këtij asociacioni, që thuhet edhe nga ndërkombëtar, që nuk është pushteti i tre, atëherë në
bisedimet e të ardhmes mund ta merr këtë kontur dhe të krijohet, mund të them, ajo që nuk e dëshiro askush si në Bosnjë dhe Hercegovinë. Dhe mendoj që për ne në Kosovë është e rëndësishme që të kem kujdes që këtë barometër ta shiqojmë me lupen, mund të them me lupen e atill që në çdo hap, në çdo milimetër të kem kujdes në veprimet tona, sepse është e rëndësishme që në këtë kohë nuk jemi shumë në situatë të favorshme nga gjithë ato që po ndodhen në arenën ndërkombëtare. Faleminderit shumë nderuar për kohën. Nder qofshi. Maksi, kem përfunduar bashkëbisedimin me njohësin e marrëdhënieve ndërkombëtare Lutfi Bilali, linjen e kaloj tek ju.